Rasti i Epsteinit për ne muslimanët e zbulua një të vërtetë të vetë, se iluzonet që na janë shitur për dekada me radhë nga ekspert, thojza të ndryshëm, gazetar, analist dhe politikan, se perëndimi është i qytetëruar, ndërsa bota islame është ignorante, ekstremiste dhe sëmur, është e pavërtetë. Sistemet perëndimore të cilat i japin mësime botës islame për qeverisjen, të drejtat e njerëzit, fuqizimin e pozitës së gruas dhe mbrojtjen e fëmijës, janë po ato sisteme që mbronin korrupsionin moral të elitave në vendet e tyre dhe që ja zhveshën gruas dhe fëmijës njerëzoren dhe dinjitetin. E kishte shkruajt sot njëri shumë bukur dhe më që këta që kanë përdhunuar vajzat mitura i shishin Afganistanit broçkulla se si mi i dhon të drejta grave edhe liri atyre. A këta i kanë llogaritë si skllave gratë dhe femrat këtë ishullin e xhehenemit. Terminologji akademike u përdorën për konsum politik dhe shoqëror në vendet tona, në vendet muslimane. Derisa shumë kush u bind prej tyre dhe disa muslimanë filluan ta fshehnin identitetin e tyre islam nga frika se mos etiketoheshin si të prapambetur. Fenomenet që i kemi po. Pas zbulimit të këtyre dosjeve të fabrikuara nga politikanët inovator, personazhe të famshme, ndikues dhe njerëz me pushtet, që pas asaj që po ndodhte në atë ishull gjallëzore të mallkuar, ne duhet të ngrëmë zërin tonë dhe të themi bar botës, ne jemi musliman dhe jemi ashtu që na ka përshkuar Allahu i Madhëshëm, ju jeni njerëzit më të mirë të dalur për njerëzimin. Urdhëroni të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allah. Andaj kjo është ajo që na duhet ta themi plot gojë. Na jemi populli më i mirë që na ka nxjerrë Allahu para njerëzimit. E mirësia jonë është e ndërlidhur me dy komponente bazë. E para është besimi në Allah, e dyta është proaktivizmi jonë shoqëror, me qenë na aktiv, me dhon kontribut në ndryshimin e gjendjes tonë. Urdhërojmë ka e mira dhe ndalojmë për të keq. Edhe kjo neve na bën populli më i mirë. Edhe mua si hoç, edhe ti si xhamat, edhe ti si biznesmen, edhe ty si politikan, edhe ty si gazetar, edhe ty si mjek, edhe ti si sportist, edhe ti si tregtar, secilin lëmin e vet. Na duhet më thon vazhdimisht, na jemi populli më i mirë që na ka nxjerrë Allahu mbi tokë dhe do jemi të këtill përderisa do kemi këto dy komponente. Besimin në Allah të paluhatshëm, edhe energjinë dhe vullnetin, edhe dijen me urdhëruar të mirë dhe me ndaluar nga e keqja. Përderisa na e kemi këto, kam qenë bota e garantuar dhe sigurt se s'ka më ndodh kiameti. Në mungesë të kësaj kategorie të njerëzve, prit në kiametin. Zotën kiameti këtyre veç u ka ardhur. E musliman përderisa kapen për rrugën e Zotit, ata janë të mbrojtur nga Allahu Dhu Xhelal, nga çdo fatkeqësi e kësaj bote, edhe normalisht nga fatkeqësi që e presin njeriu ditën kur del para Allahut. Allahu na ruaj nga sherri i çdo kujt që ka sherr, na bëf krenar me këtë Islam, na ndihmoft ta lexojmë Kur'anin me sy jo vetëm të ballit, por edhe me sy të zemrës, e të kemi guximin dhe vullnetin të promovojmë vlerat e Islamit dhe të kemi guximin dhe vullnetin dhe aftësinë dhe dijen të shpalosim këto mangësi të krejt ideve, filozofive që burojnë nga kufri dhe shirku dhe munafiqllëku.